të përbashkët me kryetaren e Parlamentit të Polonisë të zonjës Elisa Spiropani. Përfundimin e negociatave deri në vitin 2027 si një objektiv kombëtar strategjik. I shpreha presidentit Marshallit Holovnia mirënjohjen tonë për mbështetjen e vazhdueshme të Polonisë ndaj procesit të integrimit të Shqipërisë në BE, veçanërisht gjatë presidencës polake të BE-s, si dhe besimin ton që kjo mbështetje do të vazhdojë derisa Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Polonia është bërë shumë shpejt një shtyllë e fortë e BE-s dhe ne jemi më së të lumtur të kemi një mik të tillë në tryezat vendimarrëse të BE-s. Shqipëria mbetet e angazhuar fort ndaj integrimit në BE, siç edhe pohohet në progres raportin e Komisionit Evropian për vitin 2024. Vlerësojmë veçanërisht rolin e Polonisë për të çuar përpara progresin e Shqipërisë me konferencat ndërqeveritare gjatë presidencës polake. Gjatë vitit 2025 synojmë të hapim, shpresojmë, 23 kapituj të tjerë të negociatave, pjesë e grup kapituj 2, 3, 4 dhe të mbyllim kapitujt 1 dhe 2, të mbajmë 2 konferenca ndërqeveritare në mars dhe qershor gjatë presidencës polake. Ky është një plan ambicios, por totalisht i realizueshëm. Shqipëria është vendi kandidat që ecën më me shpejtësi dhe vendosmëri drejt antarësimit në BE. Mbështetja popullore për antarësimin e Shqipërisë në BE mbetet më e larta në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kjo përbën një frymëzim dhe detyrim gjithashtu që të përshpërtojmë agjendën tonë të reformave drejt familjes tonë të natyrshme, të cilës si përkasim për nga rrënjët tona, identiteti ynë, vlerët tona dhe perspektiva jonë. Ne vlerësojmë kontributin dhe angazhimin e Polonisë në rajonin tonë dhe përshëndesim ngritjen në maj të vitit 2024 të grupit parlamentar Poloni Ballkani Perëndimor si një platformë për dialog të shtuar me vendet e rajonit. Ne rikonfirmuam që Polonia do të vazhdoj rolin e saj për çuarjen përpara të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, forcimin e stabilitetit rajonal dhe mbështetjen ndaj procesit të antarësimit të Shqipërisë. Prioriteti kryesor i Shqipërisë në rajon është ruajtja dhe zhvillimi i marrëdhënieve të mira fqinjësore për një rajon të sigurt dhe politikisht të qëndrueshëm që zhvillon marrëdhëniet e duhura ekonomike brenda vetes dhe me pjesën tjetër të botës. I shpreha Marshallit në këtë takim vlerësimin ton për vendimin e Polonisë për vendosjen e marrëdhënieve konsullore me Kosovën dhe angazhimin ton që Shqipëria, Kosova dhe shqiptarët në rajon të vijojnë të jenë faktor të fuqishëm dhe një forcë shtytëse drejt bashkëpunimit dhe integrimit rajonal si dhe drejt integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Shpreha vlerësimin më të lartë për angazhimin e palëkundur të Polonisë dhe kontributin e rëndësishëm në mbështetje të luftës mbrojtëse të Ukrainës ndaj agresionit të Rusisë. Shqipëria gjithashtu gjithmonë i ka ofruar Ukrainës ndihmë të konsiderueshme ushtarake si materiale dhe me anë të kontributeve financiare dhe i është bashkuar të gjithë mbështetjes ndërkombëtare ndaj Ukrainës. Rikonfirmova qëndrimin e qartë dhe të palëkundur të Shqipërisë në mbrojtje të sovranitetit, integritetit territorial dhe pavarësisë së Ukrainës, plotësisht në të njëjtën linjë me BE-n, NATO-n dhe Shtetet Bashkuara. Konfirmuam bashkëpunimin e fortë midis Shqipërisë dhe Polonisë si antare të NATO-s dhe vazhdimin e këtij partneriteti. Shqipëria është plotësisht angazhuar të prej samitin e NATO-s në Tiranë në vitin 2027 me përgatitjet që tashmë janë në proces, përfshi vlerësimet institucionale dhe logjistike. Ram dakord të mbështesim qeveritë tona, institucionet dhe sektorin privat për të forcuar lidhjet ekonomike midis vendeve tona duke u fokusuar tek tregtia, investimet dhe bashkëpunimi sektorial, infrastruktura, transporti, bujqësia, turizmi, inovacioni, zhvillimi i burimeve natyrore, elektriciteti, energjia rinovueshme, sektori i hidrokarbureve, sistemi ekurëllor e tjerë. Jam shumë e lumtur që gjatë vizitës time dëgjoj shumë njerëz të thonë që Shqipëria është bërë një qendër e preferuar në mesdhe për turistët polak. Fluturimet direkte të përditshme gjatë verës janë një shenjë e madhe që shkëmbimi
lejimet tona vetëm do të intensifikohen dhe miqësia jonë vetëm do të ushqehet më tej. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, zonja kryetare. Ndoqët këtë deklarat të përbashkët të drejt për drejt, nderuar shikues, ndërkohë do të vijojmë me lajmet panairi ndërkombëtar.